Çuditëra në aeroport e moshuara ndëron jetë pak minuta para fluturimit. Familjarët tentuan ta maskonin si të gjallë po flegjum. Një fluturim EasyJet nga Spanja për në Londër u vonua për rreth 12 orë pasi një pasagjere britanike, 89 vjeçare, u shpall e vdekur në aeroplan pak para nisjes duke shkaktuar tronditje në fluturim. Sipas dëshmitarëve, gruaja u soll në bord me karrocë nga disa antar të familjes së saj, të cilët i than stafit se ajo nuk ndihej mirë dhe po flinte. Disa pasagjerë kanë pretenduar se ajo kishte ndruar jetë përpara hipjes në aeroplan, por këto akuza janë hedhur poshtë nga kompania ajrore. EasyJet deklaroi se pasagerja kishte një certifikat mjekësore që e shpallte të aftë për të fluturuar dhe se ishte gjallë në momentin e hipjes në bord. Sipas kompanisë, vetëm pasi avioni kishte filluar lëvizjen drejt pistës, gruaja kërkoi ndihmë mjekësore dhe fatkeqësisht ndroi jetë. Si pasojë incidentit, avioni u kthye në terminal, pasagjerët u zbarkuan dhe fluturimi u shtyp për gati 12 orë. Ai ishte planifikuar të nisej në orën 11:15 dhe të mbrinte në Londër rreth orës 13:10, por u nis vetëm në orën 22:47 me orën lokale, duke mbërritur në Gatwick rreth mesnatës. Garda civile spanjolle konfirmoi se oficerët u thirrën në aeroplan për një pasagjere britanike të moshuar, e cila u shpall e vdekur pak pas orës 11 të mëngjesit në fluturimin që po përgatitej të nisej nga Malaga për Londër. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur nëse janë ndërmarrmasa ndaj familjarëve të saj dhe nuk raportohet për arrestime. Gjithashtu nuk dihet se çfarë ndodhi me trupin e gruas pas nxjerrjes nga aeroplani. Në një reagim zyrtar, EasyJet shprehu ngushëllimet për familjen e pasagjeres dhe theksoi se mirëqenia e pasagjerëve dhe ekuipazhit mbetet prioriteti kryesor i kompanisë.